Gjatë kësaj jave është inauguruar orkestra e kryeqytetit. Ky event me rëndësi unike u mbajt në sallën e kuqe ku mblodhi shumë personalitete dhe personazhe të njohura të fushave të ndryshme. Sigurisht që nuk mungoi i pari Prishtinës Përparim Rama, i cili nga afër ndoqi këtë paraqitje dinjitoze të të rinjëve që na përfaqësuan aq mirë. Kryeqyteti ka hyrë në një kapitull të ri kulturor, u inaugurua Orkestra Prishtina. Ky është një moment historik për kryeqytetin, që për herë të parë ka orkestrën e vet profesionale. Me këtë hap të madh e dëshmojmë edhe njëherë vizionin dhe respektin ton për kulturën, të cilën e vendosin fuqishëm në zemër të jetës publike të Prishtinës. Faleminderit Gencit, Gresës, Sibelit dhe të gjithë atyre që punuan që kjo ëndër të jetësohet sonte, ka shkruar Rama në Facebook. Kjo orkestër nuk është thjesht një bashkim muzikantësh të talentuar, është një trup që do t'i japë ritëm jetës son publike, do të ndërtoj ura mes brezash e komunitetësh, dhe do t'a vendos Prishtinën në mesin e qyteteve që e kuptojnë dhe e vlerësojnë thellësisht rolin e kulturës në zhvillimin shoqëror. Në kuadër të aktiviteteve për muajin e çlirimit të Prishtinës, pas një vargngjarjesh të rëndësishme kulturore, kryeqyteti mirëpriti inaugurimin e Orkestrës Prishtina, OPR. Ekipa ju shkoft mbar. Enzum ju lë në shoqëri të disa pamjeve ekskluzive nga atmosfera mbretëruar.